Kjo është java, në fakt java kundër korrupsionit, dhe në javën kundër korrupsionit ne flasim për një seancë gjyqësore, seancë fillestare gjyqësore për një rast tepër delikat për rezervat shtetërore, ku parat u dhanë e malli nuk erdh, dhe dështon ajo seancë. Një seancë që dështon ndaj ministres në detyrë, edhe patjetër që ngrit shqetësime të opinionit qytetar mbi transparencën, efektivitetin e drejtësisë, por edhe luftën kundër korrupsionit në Kosovë. Në fund të fundit, ajo çfarë edhe është kjo javë, ajo çfarë edhe do të trajtohet në bisedën në vijim, është korrupsioni, java kundër korrupsionit, dhe bisedën e zhvilloj me ish kryetari gjykate, jurist i njohur në Kosovë, zotin Hasan Shala, për sfidat e qeverisjes, prokurimin, flamujt e kuq që ngriten nga shoqëria në përgjithësi në lidhje me korrupsionin në vendin tonë. Tu ngjatjeta, zoti Shala. Përshëndetje. Nuk kemi se si të mos e nisim direkt me rastin e seancës së sotme. Ajo dështoi për shkak se zonja Hajdari nuk u paraqit. Çfarë do të thotë kjo? Të mos shkojë ministri në detyrë në seancë dhe kur jemi pikërisht në javën kundër korrupsionit. Kjo nuk është shembull i mirë, po shpresoj që ajo edhe apo mbrojtësi i saj kanë arsyetuar mungesën, nga se kjo seancë është shqyrtimi fillestar që është përcaktuar në kodin e procedurës penale, edhe se detyrimisht duhet të kalohet kjo fazë e parë e shqyrtimit, pastaj do të vijë edhe faza kryesore, kur vjen shqyrtimi kryesor, nëse prokuroria veç argumenton nxjerrjen e provave si të lishme. Sa i përket javës e kundër korrupsionit, konsideroj se vërtet ekziston një perceptim në shoqërinë tonë se vërtet ka korrupsion nga institucionet më të larta, këtë vërtetojnë edhe shumë organizata ndërkombëtare, të cilat kanë vërtetuar se nuk kemi shumë përpjekje për luftimin e korrupsionit, sidomos personat e mëdhej, si quhen në jargonin peshqit e mëdhej. Andaj edhe kjo qeveri gjithmonë ka ardhur me kauzën që do ta lufton korrupsionin, dhe se çështjen kryesore ka pas mirë, për në fakt kjo vetëm korrupsioni nuk luftohet me retorikë. Andaj konsideroj që korrupsioni luftohet vetëm kur në mënyrë sistematike gjitha institucionet shtetërore, por edhe qytetarët ndihmojnë që të luftohet, nga se korrupsioni është kanceri një shoqërie apo një shteti demokratik. E kuptoj, ka folur dje kryeministri në detyrë kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti, tha se dikur kishte shumë korrupsion, por shteti ishte i kapur. A mund të flasim për këtë që ka folur kryeministri? 5-6 vjet kryeministër dhe prap fliste për të shkuarën, për korrupsionin e të shkuarës. A ka pasur korrupsion këto 5-6 vjet? Po sigurisht që ka pas korrupsion, sigurisht. Vetë fakti që kemi disa akuza nga ana e prokurorisë speciale, që është ngrit rasti Kekut atje është, kemi rastin edhe kësaj ministres, kemi edhe shumë raste hetime, mirë po kryeministri në fjalë më shumë ka këtë shprehje retorike për luftimin e korrupsionit, por në fakt nuk e ndihmon korrupsionin. Në fakt e ndihmon korrupsionin që mos gjykohet, nga se që nga fillimi ku ka ardhur pushtet, e ka sulmu prokurorinë speciale, me të vetëm qëllim që me ulet edhe me s'bën hetime. Kemi fakte mjaftueshme që edhe politika ka ndikuar në mos zgjidhjen apo mos kryerjen e hetimeve ndaj shumë ministra apo bashkëpunëtorë të tyre, por vetë fakti që kryeministri në parlament e ka mbrojt të akuzuarin, për shembull, këtë Krasniqin, që thotë se me qëllim prokuroria speciale e ka ngrit për qëllime politike. Këtu s'kemi të bëjmë fare, kur kemi të bëjmë me shpërdorim detyrë zyrtare, kur kemi të bëjmë me korrupsion, këtu s'kemi fare me politikë. Këtu kemi të bëjmë me drejtësi, me ligj, sundimin e ligjit. Andaj konsideroj se kjo qeveri nuk e ka luftuar korrupsionin, këta thonë edhe organizmat ndërkombëtare që ka ngesje në luftën e korrupsionit, për shkak se edhe vetë kryeministri, po shumë deputet, shumë ministra
sulmojnë sistemin e drejtësisë, ndërhyjnë sistemin merren me komentimet vendimit të gjykatave të prokurorive, kështu që kjo është e ndalueshme, andaj kjo qeveri duhet të tërhiqet nga sulmi që i bën apo komenti që i bën sistemi i drejtësisë, veçanërisht prokurorisë speciale. Po kur sulmohen prokurorët nga njerëzit e pushtetit të qeverisë, tërhiqen ata? Zbrapsen? Unë besoj që jo, nuk e kanë detyrë ata kanë spore për me qenë prokuror apo gjyqtar duhet të pas dy vërtyte. Vërtytin e parë duhet guximin edhe profesionalizmin. Prandaj unë konsideroj se shumica e prokurorëve dhe gjyqtarëve këta i kanë të dy këto vërtyte, andaj nuk ndalen. Kjo drejtësia mund vanohet, por nuk të harron kurrë. Mirë, po kemi disa informacione, për shembull, policët hetues që i kanë hetu ministrat ose këta gjithmonë janë degradu nga ana e drejtorisë së policisë. Kështu që shumë gjëra do të vinë së shpejti, besoj që edhe këto për këtë çështje do të bisedohet më seriozisht nga ana e institucioneve, ngase nuk mund ndodh ashtu se gjithkush e ka të grim frikën për shembull të degradimin nga profesioni, nga pozita që ka. Edhe vërtet është e pa kuptim kjo, se si mundet me ndodhë që shumica aty në hetuesve që i kanë hetu këta, janë degradu. Këto janë informacionet që cilat i kanë marrë edhe nëpërmes media. A ka bërë ndonjë reformë qeveria në 5-6 vjetët e fundit në Kosovë për të ndihmuar luftën kundër korrupsionit? Sa i përket çështjes ligjore, nuk ka kur farë pengesë që të luftohet korrupsioni. Sepse infrastruktura ligjore është nivelit evropian. Mirë po këtu është çështja vetëm të zbatimi. A zbatohet ligji apo jo? Mirë po këtu kemi edhe mungesë profesionalizmit. Normal që ne si ta zonë hetues, policët apo prokurorët nuk kanë ndonjë përvojë as madhe për shkak se korrupsioni apo keqpërdorimi i detyrës zyrtare, ata persona që i kryjnë këto veprime janë shumë përfit dhe shumë profesionalistë në këtë çështje. Dhe se shpesh ndodh për shembull është i korruptuar në kryen detyrën, prandaj edhe aty pajtohen të dy palët, edhe ai dhënësi i korrupsionit edhe marrësi i korrupsionit për shkak të dy veprimet të gjykuar penalisht. Si ai që merr korrupsion, si edhe ai që jep korrupsionin. Andaj duhet detyrimisht të ngritet niveli i sidomos hetuesve në profesionin e tyre, të bëhen trajnime të mëdha dhe si sot më kujtohet një rast kur në një trajnim ne që kishim atëherë një trajnues amerikan na pa thonë që 14 vjet e kemi përcjell një person zyrtar. Mas 14 vjetë tha e kemi lidhë dhe e kemi burgos. Domthonë çfarë duhet me qenë përgatitur person edhe që kur të nxihet një person, si rasti për shembull ministrës, shumë gabim nëse nuk ka prova të mjaftueshme që vërtetojnë se kjo ka kryer vepra penale, ngase atëherë vërtet edhe humb besimi dhe ndrejsi, se këtu kemi të bëjmë edhe me prezumimin e pafajësisë, mirë, po prokuroria ka ngrit një akuzë, e në këtë akuzë ajo duhet të argumentojë para gjykate. Nëse besoj që i ka prova të mjaftueshme, atë gjykata do të merr, por nëse nuk ka prova të mjaftueshme, sigurisht që do të kompletohet edhe prokuroria, edhe drejtësia, po edhe sistemi i drejtësisë në tërësi, ngase ministja është një personalitet i cili duhet respektuar. Patjetër, prezumimi i pafajësisë është obligim në fundit, por zoti Shala, kam nevojë për një mendim tuaj. Pse 13 janar? Pse u shty seanca për 5 javë? A ka lidhje fushata zgjedhore? Meqense zonja Hajdari është edhe kandidate për deputete. Çështja e gjykimit, mendoj se nuk ka lidhje, nuk ish dashur me pas lidhje me çështjen e zgjedhjeve. Nuk ish dashur, për shkak se këtu s'kemi të bëjmë me çështje politike. Tu kemi të bëjmë me çështje juridike, sundim ligjit. Mirë po, edhe nëse ka vepruar ashtu, konsideroj që gjykata ka pa të arsyeshme që me vazhdu pas 5 javë, konsideroj se nuk ka ndonjë shkelje, edhe pse ajo është e obliguar të njëftoj kryetarin për shtyje më shumë se një muaj, më shumë se 30 ditë të seancës. Mirë po këtu kemi të bëjmë me seancën e shqyrtimit fillestar, nuk ka fat. Sikur të kishin qenë në shqyrtim kryesor, ajo s'kish pas drejt më shumë se 30 ditë, po marr lejen nga kryetari dhe me arsyetu pse shtyhet më shumë se 30 ditë. Në këtë rast ku jemi në shqyrtim fillestar nuk ka ndonjë afat.
Okej, por janë 5 javë nga sot deri më Po, 13 po, 5 javë sigurisht pa ka një ditë. ndikuar ajo, sigurisht ka ndikuar ajo çështje. Mirë, po nuk ishte dashur me ndiku për shkak se këtu të kemi të bëjmë me çështje juridike, jo politike. Çështja e drejtësisë, çështja e gjyqësorit është jashta politike dhe apolitike dhe nuk gëzon që të ndërhyjë. Mirë, po ndonjëherë edhe gjyqtarët kalkulojnë në këtë mënyrë që mos më ndodhë nëse mos më kesh përdorur edhe data ose në mënyrë politike, nga se vërtet rasti i kësaj ministrës është shfrytzuar nga ana politike, sidomos nga kryeministri, ai se ka qenë si në cilësi është në cilësi dëshmitore, nuk ka pranuar më shkumë dëshmutin në prokurori, është gjykuar nga gjykata se s'ka shku një herë, 2 herë, edhe tash tani tutje e kemi edhe në cilësi dëshmitore nga këtë akuzë, që edhe ai duhet të kontribuojë për drejtësi. Ka qenë shembull i keq i kryeministit, nga se duhet respektuar edhe pavarësia e sistemit drejtësisë, momentin kur është thirrur dashur të paraqitet. E qartë, në bazë të përvojës suaj dhe në bazë të peshës, në rregull do të përpiqemi edhe një herë të lidhemi direkt me zotin Shala për të vazhduar edhe këto të tjera çështje në lidhje me korrupsionin, javën kundër korrupsionit dhe vetë rastin e zonjës Hajdari, e cila sot nuk u paraqit në gjykat, tha që s'ka marrë thirrje nga ana e gjykatës. Jemi direkt sërish me zotin Shala në kuadër të këtij emisioni live. Zoti Shala, në bazë të përvojës suaj dhe duke u bazuar në peshën që ka ky rast ndaj zonjës Hajdari për rezervat shtetërore, mendoni se do të jetë një gjykim që do të zgjatë shumë? Po shqyqohet, të shmbohet se për shkak se kemi 4 të akuzuar, sa t'june. 4 të akuzuar, nëse shkojnë për me edhe dikun 5-6 më dëshmitar, ka edhe sigurisht edhe ndonjë ekspertizë. Unë konsideroj që nuk ishte dashur më shku, edhe pse tash sigurisht që opinioni është i shqetësuar me rastin e shtyrjes së 5 javë të seancës fillestare, mirë po unë konsideroj që gjykata do ta bën agjendën e vet, edhe do ta kryejë në afatin parapar. Po unë konsideroj që këtu duhet fillimisht të kemi transparencë dhe profesionalizëm si nga ana e gjykatës, ashtu edhe nga ana e prokurorisë. Atëherë sigurisht që do të kemi një vendim real, si do të jetë, apo do të jetë gjykues apo lirues, ta shohim kur vjen fundi. Meqense jemi në javën kundër korrupsionit, cili është sugjerimi juaj profesional, por qytetarët e këtij vendi që të gjithë duan të kenë më pak korrupsion, kuptohet se na rëndon jetën, përposa atyre që marrin pjesë në korrupsion. Si të luftohet korrupsioni nga qytetarët e zakonshëm të vendit? Qytetarët e zakonshëm i kisha apeluar që ata të paraqisin gjithmonë rastet kur kanë ndonjë ofertë korruptive. Mos shkojnë në atë lojë, ti paraqiten para policisë, policia i ndërmerr hetimet, edhe hetimet e mshefshta, kështu që të dënohen gjithë ata që janë të korruptuar. Shteti në Kosovës e dëmton më shumti korrupsioni. Sidomos në fillet e demokracisë që i kemi shtetit tonë, ato e dëmtojnë shumë shtetin, e dëmtojnë edhe interesat e qytetarëve, prandaj kisha thonë qytetarët jenë vigjilent edhe t'i paraqitin rastet. Sa i përket hetuesve, thash edhe parë, edhe prokurorëve, për ta luftuar korrupsionin duhet të ngritet profesionalizmi tek këta, se këta janë të parë që të luftojnë korrupsionin, policë hetues me prokuror, atëherë kur shkon në gjykatë, atëherë në gjykatë duhet të ketë prova të mjaftueshme, se gjykata nuk mundet me gjyku pa prova, të cilat e vërtetojnë që akuza është e argumentuar me prova të mjaftueshme, andaj edhe do të vihet te gjykimi. Shpesh ndodh që kemi raste kur lirohen, në fakt lirohet për shkak se prokuroria nuk ka arritë që të argumentojë akuzën e vet me prova relevante, të cilat vërtetojnë se i akuzuari ka kryer vepër penale. Zoti Shala, unë ju falenderoj shumë që u lidhët drejt për drejt sot në kuadër të këtij emisioni. Ndërshofshim, mirupafshim. Gjithë mirat.